gëzuar. Në sofrët shqiptarit Bukë e Kryp e Zemër. Kemi marrë çmimin e parë në Firenze për shkaqetën më të mirë që bëhen në Firenze. Shqipërinë e kam gjithmonë në zemër dhe do e kem gjithmonë. Kam kanë fije i vogël, 94-shin. Kemi ardhe direkt në Firenze, sepse Firenze ishte ajo qyteti i ëndrave. Në atë kohë Shqipëria ishte një periudhë tranzicionit, edhe vendos me të vinin në Firenze. Këtu kemi hap në 96 kemi hap furrën e bukës tonën parë në kratjetër të Firenzes, qytetit, ku kemi punuar për disa vite. Pasandaj kemi hap disa lokale të tjera në centër të Firenzes, ku kemi pas një furrë buke, një restorant, një enotek dhe një paninotek. Aty kemi punuar shumë kohë deri në vitin 2005.